Edi Rama la pas zhurmën e politikës së brendshme për t'i dhënë zë arritjeve në politikën e jashtme. Nga hapja e grup kapitullit të fundit me Bashkimin Evropian, tek samiti i planit të rritjes ishin ngjarjet kryesore të kësaj jave, të renditura në podcastin e kryeministrit. Në fakt, unë vuaj nga pakënaqësia dhe unë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Nuk them që po tu jam happy, sepse nëse do ketë një gjë me cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj se do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike, jashtëzakonshme dhe që përtej të gjitha gjërave domosdoshmë është një. Ndërsa të gjitha arritjet e tjera që sigurisht nuk kanë kohë as për fatin, as për as për çfarë kam arritur etj, po të gjitha tjerat i shoh me një ndjenjë pakënaqësie ndaj vetes, jo ndaj mundësive që më janë dhënë, po ndaj vetes. Në prag të festave kombëtare që nisën me ditën e alfabetit, Edi Rama kishte ftuar në studion e tij në kryeministri mbesën e Dimitër Shuteriqi, Natasha Shuteriqi Poroçani, e cila ka shkruar në bashkautorësi një libër studimor mbi abetaren e gjuhës shqipe. Ajo që është tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfërohet, po përshëndohet shqipja. Ka ardhur koha për një reformim kurrikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës e letërsisë. Ne rikthyem gjuhën në shkollën e mesme, se kishin hequr fare. Tani, unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet rri deri në universitet dhe duhet rri deri në fund, në të gjitha nivelet e shkollimit, një dhe tjetë me detyrim. Dhe kush nuk flet shqip dhe kush nuk shkruan shqip, s'duhet marrë diplom fare as për asgjë tjetër. E ftuar në podcastin e Ramës ishte edhe sopranoja shqiptare, Ana Naqe, e cila ka ndërtuar jetën dhe karrierën e saj artistike prej shumë vitesh në Belgjik.